Po sot do ta çojmë këtë makinë në ekstrem. Do ta provoj të presim gjëra shumë të forta. Duket shumë e fuqishme dhe e fillojmë me këto që kemi këtu. Shikoj, pa pik problemi. Shikoj që këtë tjetërën. Shikoj që nga plastik shumë e fortë. Shikoj këtë që është kuq. Flasim gjithmonë për zero, se këtite madhe e grina. Shikoj pak. A je dakord? Ta provojmë edhe me kapu një herë. Sepse kabli është shumë i fortë për të. Shikoj pak çfarë i bëri kësaj. Edhe këtë po ta vendosësh punë, kjo vazhdon punon akoma, pa pik problemi. Dhëmcat nuk e shtyr asnjëra. Kështu që nëse do me makinë të fortë, merr këtë, se realisht do mbetet super i kënaqur për sa i përket imtësisë që ka te zerua. Tash ku ta provojmë mëna, vetëm t'ia fusim pemës. S'kemi çfarë bëjmë tjetër. Qofse do 90.000 lekë, një super mjet hidhi poshtë ato rrangullinat e tua që blen nga 170 te 200, mi zhduk ato qelpsira se nuk bëjnë kokër leku, me super mjet.